Sali Berisha ka vendosur të mbaj peng Partinë Demokratike edhe pas një tjetër humbjeje të thellë elektorale, në vend që të tërhiqet e të hap rrugë. Ai e ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të largohet. Përkundrazi, çdo lëvizje e tij tregon se është parapërgatitur për humbjen. E gjithë loja është ndërtuar me një qëllim të vetëm, të mbijetojë politikisht për të mbijetuar ligjërisht. Halli i vërtetë i Berishës nuk është humbja e zgjedhjeve. Këtë ai e kishte llogaritur. Ajo që e tremb është drejtësia. Dosja Partizani tashmë ka kaluar për gjykim dhe megjithse ka gjas që Berisha të shmangë burgun për shkak të moshës së tij, dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi nuk e ka këtë luks. Në horizont shfaqen edhe re të tjera. Dosja Gërdeci është rihapur dhe kjo mund të sjellë pasoja serioze për të birin Shkëlzenin, i cili deri më sot ka qëndruar nën hije, por jo jashtë vëmendjes së hetuesve. Ndërkohë dosja e 21 janarit, një plagë e hapur në ndërgjegjen kombëtare, ka rifituar jetë dhe me të edhe frika e Berishës se drejtësia do të trokas edhe për atë masakër. Në këtë kontekst, PD është vetëm një mburoj për Berishën. Ai nuk e përdor partinë për ta kthyer në alternativë qeverisëse, por si bunker personal për të mbrojtur veten dhe familjen. Nuk është rastësi që ai ka lidhur një kontratë lobimi 2 vjeçare me kompaninë Continental, një përpjekje për të ndikuar edhe në SBA dhe për të ndalur mbështetjen ndaj reformës në drejtësi. Jo më kot Berisha krijoi një rreth besnik. Ai ka bërë deputet ata që i krejnë bishtin për ditë dhe janë gati të vënë flakën vendit për të mbrojtur liderin e tyre shpirtëror. Pra fal tyre, jo vetëm që do të shuhet çdo zë kritik, por PD do të kthehet në një parti që do të luftojë për çdo hall që Berisha do të ketë në vijim me drejtësinë. Demokratëve u bëhet lavazh truri çdo ditë se zgjedhjet u vodhën. Vjedhja e zgjedhjeve është pretekst për të mos zbatuar Nenin Basha për ndërheqjen e kryetarit nëse u mbet zgjedhjet. Pra realiteti është brutal. Berisha është gati të vërë zjarrin se lisë PD vetëm e vetëm për të shpëtuar Argitën, Shkëlzenin dhe veten.